Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatët qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin darum, lufta në mes të mirës dhe të keqës ka ekzistu gjithmonë. Lufta në mes të vërtetës dhe të pavërtetës ka qenë prezente gjithmonë. Dhe filloi prej në fillimin e njerëzimit me Ademin a.s. që është përfaqësimi i të mirës, me Iblisin i cili është përfaqësimi i të keqës. Dhe prej të fillimi njerëzimit nisi kjo luft e pafundme në mes atyne të cilët dëshirojnë që t'jese ma e nalt fjale Allahut dhe ata të cilët duhen t'i shërbejnë rrugës së shejtanit. Dhe këto dy rrugë gjithmonë kanë qenë përplasje me njëna tjetrën. Ushtarët e shejtanit edhe Nuhin a.s. e maltretun, edhe e pengun rrugën e thirrjes së tij. E pengun edhe rrugën e Muhamedit a.s. dhe u mlodhën pasunitë e tyne që të vendojnë një ushtri për ta shkatruar Muhamedin a.s. dhe të vërtetën, po përsëri nuk arritën. Sot e kësaj dite janë mbledh në mbar botën për ta shkatruar të vërtetën, për ta shkatruar Islamin, dhe shifët se lufta e tyne është kundër Islamit e jo kundër një shtetit, po fatkeqësisht hala muslimanët naiva nuk e kanë kuptuar se lufta e tyne është kundër Islamit dhe ata mendojnë se është duke u luftu vetëm Irani. Në fakt është duke u bombardu çdo shtet musliman dhe hala këta mendojnë se problemi është vetëm me një shtet. E kjo xhamat kur arrin hasmi të përçaje, aq fell të jetë përçamja sa ti edhe kur të sulmohet ajo pjesa tjetër e jotja, ti thush, hajtë se është e mbyt ato tjerët, neve jo. Kjo xhamat është sikur një dele që e she kasapi te e kren një dele tjetër dhe kjo gëzohet dhe thot, ajo shkoj, ne jemi këtu. Jo, ajo shkoj ti e tjetra mbas asaj. Në xhamat këtë duhet ta kuptojnë muslimanët që sot disa janë të rreth dur dhe janë të mbajt anën e Izraelit dhe Amerikës kur e shohën se bombardon Iranin dhe kënaqen disa atë i mbyt shijat. Po, sot shijat nesër sunit edhe në fund ta shkatroje gjithë ajo çka sot quhet Islam xhamat. Sa ata janë mjeshtrit e manipulimit, ata janë mjeshtrit e rrenës. E sot janë mbledh bota për ta shkatruar Islamin. Dhe sot Izraeli e shes si shans që të mundet dhe thot t'i shkatrojë si e shkatroj Irakin, e shkatroj Sirin, e shkatroj Libin, i shkatroj të tjerët, tash edhe Irani që ishte deri tash një shtet pak mankuvet, edhe ata shkatroj dhe që të mundet bëhet Izraeli madh. Izraeli madh është në plan të bëhet mund në territorët e çatyne që sot e mbajnë gojën mshel. Duke fillu prej Palestine e Egjiptit që rrin dhe mban krahin e Izraelit deri në tokët e Arabisë, edhe Irakin. E krejt që këto sot janë të bo aplauz pse Izraeli dhe Amerika e bombardojnë Iranin. Ama ai nuk ka hise në Iran, ai e shkatron Iranin që mos i pengoje që këto teritorit i maren. A këta mendojnë se ajo është e shkatru se të qenë kanë shia. Jo. Ajo të e shkatru atë që të mundet këto tokët e sunive sot t'i maren. Edhe ajo është plani. Plani është bëhet Izraelin tokët e Arabisë, e Dubajt, e Bahreinit, e krejt që këtyne tokave që sot janë të mbajt gojën mshel, bile janë të mbajt krahin si Bahreini që është e rëzu raketet e Iranit më zbin Izrael, ose Egjipti që është e kontribu në ndihmën e Izraelit e jo të muslimanve. Që kjo të tjese fati i këtyne si që tha dhe vetë pejgamberi a.s. Wailu lil Arab, mjerë për Arabët, me të vërtet mjerë xhamat. E sot shifët shkim mjerimi që dhe t'i kape. Inshallah ta'ala Allah të naruje. Po xhamat, ata në Kur'an Zoti i përshkruan se japin pasuni, harxojnë pasuni për ta penguar rrugën e Zotit. Dhe kështu Allahu xhaleshanuhu thot në ajetin 36 të surës Enfal, bismillahirrahmanirrahim, innal ladhina kafaru, thot pa besimtarët, ata të cilët bëjnë kufër, yunfikuna amwalahum, e shpenzojnë, thot, e harxojnë pasuninë e tyne, liesuddu an sabilillah, që ta pengojnë, thot, rrugën e Allahut, që ta ndalojnë rrugën e Allahut, që mos lejojnë rruga e Zotit për hapët, mos mbrija jo rrugë në destinacionin e duhet. Fëse yunfikunaha, thot Allahu xhaleshan, thot, ato do ta shpenzojnë pasuninë e tyne, thumme takunu alejhim hasra,
pa ajo thot ka të kthehet dëshprim për ata. Thumme ju glabun, e pastaj thot kanë të mposhtën. Walladhina kafaru, e ata thot që kanë bë kufër, pa besimtarët, ila jahannama yuhsharun. Këta thot kanë të bohen gjithë bashkë thot në xhehenem. E xhamatin ndershëm, e shohim se pa besimtarët që në kohën e pejgamberit alayhis salam, edhe deri në ditë sotit, edhe deri në fund të botës, do ta harxojnë pasuninë e tyre, do japin prej pasunisë tyre që ta pengojnë islamin. Nëse mundet ta shkatrojnë, ata dhe luftojnë që si luftohet vazhdimisht që 50 vjet, 60 vjet do thot tokët e muslimanëve. Po nëse s'do munden me luftë, do mundohen me propaganda të ndryshme. Do mundohen me fjalë të ndryshme, me shkrime të ndryshme. Si vetëm të pengojnë rrugën e Zotit dhe ta përhapin të keqen. Sot me miliona jepën për të bërë propagandë antifetare. Sot me miliona e miliarda jepën që të devijojnë rinin, që njerëzit largohen prej fesë. Allahu xhaleshanuhu neve si besimtar musliman na kërkoi që edhe ne të shpenzojmë për rrugën e Allahut. Nëse ata japin rrugën e shejtanit dhe japin parë për ta penguar islamin, ne muslimanët edhe ne duhet japim zekatin, japim sadaka fitrin, japim edhe sadakat e përgjithshme që ta ndihmojmë rrugën e Zotit. Inshallah taala, nëse ata japin dhe si u dhimbet për të dhënë për ta shkatruar fen, neve xhamat duhet të na dhimbet për të dhënë që ta mbështetim fen. Inshallah taala, edhe ne në këtë Ramazan, si çdo herë që japim, po jo vetëm në Ramazan, se ndihma e Islamit nuk është vetëm Ramazan, po gjithmonë duhet të japim që ta ndihmojmë dinin e Zotit, se këtë din ne vetë me qefin tonë e kemi zgjedh dhe ne jemi mbështetësit e saj. Inshallah taala, çdo kush që jep për dinin e Zotit, Allahu t'ja paguajë me xhenet në ditën e gjykimit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.